Partia Demokratike e Kosovës ka prezantuar sonte në Gjakov pjesë të programit elektoral. Kandidati për kryeministër nga ky subjekt politik, Bedri Hamza, tha se programi i PDK-s parasheh projektet që synojnë përmirësimin e jetës së qytetarëve. Programi i Partisë Demokratike qëndron në disa shtylla. I bindur jam që nuk ka shtet të qëndrueshëm dhe arsim, shëndetësi, çdo fushë tjetër, pa ekonomi të qëndrueshme. Prandaj ne do ta zhvillojmë ekonominë. Ne nuk flasim me përbuzje ndaj bizneseve. Ne nuk i sulmojmë bizneset, sepse ata janë njerëz të mirë. Ata punojnë për veti, punojnë për familjet e tyre, punsojnë njerëz, paguajnë paga, paguajnë tatime. Prandaj ne do të krijojmë kushte dhe klimë përshtatshme për biznesin. Sepse pagesa të vëshës kufi është një barë e ronë për biznesin. Ja ngarkon likuiditetin, ja rrit koston e operimit. Ne do t'i stimulojmë me grante gjitha bizneset prodhuese dhe bizneset fillestare 30% të investimit. Ndërkaq, kandidati për deputet nga radhët e PDK-s Dega Gjakov, Hajdar Beqa, foli për prioritetet e programit të kësaj partie. Unë jam i bindur, besoj fuqishëm, që me 7 qëshor, qytetarët e Gjakovës, qytetarët e Kosovës, do ta përkrahin zhvillimin, do ta përkrahin ecjen përpara, do ta përkrahin kryeministrin ton Bedri Hamza, i cili do ta nxjerrë Kosovën nga ky hendek. Takimi u përcoll nga simpatizantë të shumë të kësaj partie në Gjakov.